Këtu është horoskopi i e premte 23 maj 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Dita fillon në një mënyrë të hutuar. Për disa çështje ja vlen të lëvizni përpara, një njeri i peshores mund t'ju ndihmojë. Demi. Pajtohuni për një kompromis, po kërkoni për antar të rinj ose për të ndryshuar një biznes ose rolin tuaj. Kujdes me disa shpenzime shtesë, ka nga ata që duhet të kërkojnë kredi, hipotekë. Binjaket. Gjendja juaj shpirtërore nuk ka qenë e mirë kohët e fundit, por do të jetë e vështirë të ndryshoni gjëra në punë ose në jetën tuaj dashurore për disa muaj. Kriza momentale në lidhje me paratë, shpenzimet e tepërta duhet të mbahen nën kontroll. Pasdite, rënje e lehtë fizike. Gaforja. Sot nuk ju pëlqen asgjë, keni të drejtë të keni një qëndrim polemik, por mos e teproni. Jo një ditë për të propozuar. Luani. Këto janë ditë të dobishme për të përfunduar një projekt për të cilin keni menduar për disa kohë. Rritja e pasivitetit, thirrjeve të papritura, ju mund të përballoni të bëni hapin e parë. Nëse do të kishte një moment shqetësimi, por tani po kapesh. Virgjeresha. Ditë të mira, ata që kërkojnë një shtëpi me një partner mund ta kenë gjetur ose do ta gjejnë, bezdi të vogla mund të kapërcehen, dashuri të reja shumë pozitive. Peshorja. Ju morët kohë nga puna për të zgjidhur një situatë private, dikush nuk ishte mirë ose ju duhej ta kapërceni vetë një problem. Bëhuni më të durueshëm me një person që ju shpëton. Akrepi. Mos i nënvlerësoni takimet e reja, megjithatë keni kujdes nga një njeri nga e kaluara, veçanërisht nëse është një ish. Vëmendje në marrëdhëniet familjare dhe të punës, fërkimet me mjedisin përreth, avari apo vonesa. Shigjetari. Shoqatat që do të rishikohen, kontratat me partnerët ose bashkëpunëtorët të përcaktohen. Nervoz për një përgjigje që nuk mbërrin, tani ju flisni. Bricjapi. Disa probleme pune, disa duan të ndryshojnë. Një mik është i besuar i juaj, por mund të nervozoheni për asgjë. Ujori. Takimet e reja forcohen, ndërmarr veprime. Nëse jeni duke kërkuar punë, angazhohuni, por mbani mend gjithmonë se kjo është një kohë kur do t'ju duhet të luftoni për të marrë rezultate. Peshqit. Kjo nuk është nata e duhur për të mashtruar. Lajmet e punës po vinë, ju po shkoni në një rrugë, partneri tjetër, i kujdesshëm për të mos humbur shumë larg. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftime. Ditën e mirë.